Vazhdojmë edhe më tej. Ne do shkojmë në qytetin e Strugës, duke pasur parasysh se jemi në festat e fundëvitit dhe të shohim nga afër Strugën se në ndritat e këtyre festave, në ndritat e pemës të themi të vitit të ri, ne e dim që qytetet tani më janë zbukuruar për festat e fundvitit dhe këtë atmosferë festive na sjell gazetarja jon nga Struga, Fitore Istrefi, për të parë nga afër qytetin e Strugës në ndritat e saj me zbukurimet e saj. E ndjekim materialin në vazhdim. Komuna e Strugës zyrtarisht hapi një atmosferë të mrekullueshme festash në qendrën e qytetit. Të shtunën në ora 17 u hap pazari më i bukur i Strugës, duke dhënë qytetit ngjyra të reja dhe shpirt të veçantë festiv. Ambient i ngrohtë u shndrua në ventakimin e shumë qytetarëve, ku fëmijët dhe të rriturin kaluan orë të tëra plot argëtim. Buzëqeshje dhe momente të paharrueshme, muzikë, drita dhe dekorime krijuan ndjesinë e vërtetë të festave. Aktiviteti është i mirë për qytetin, pasi do kenë ku ta kalojnë edhe fëmijët momente të bukura edhe të rriturit. Ky më duket një aktivitet i veçantë, bëhet për të parë në qytetin tonë. Shpresoj të jetë të lumtur edhe qytetarët, e të kenë ku dalin me familjen për t'i festuar këto festat e fundvitit. Ti je si sonte? Mirë. A u knaqe? Po. E ke prit këtë manifestim ti? Po. Çfarë do pëlqen më shumë këtu? Kali. Kali të pëlqen, a? Bravo. Si kalon sonte? Mirë. Të pëlqen kjo aktivitet? Po. Çfarë të pëlqen më shumë ty e sonte? Baba timri. Ke dalë me shoqen? Po. Faleminderit shumë gëzuar. Faleminderit. Shumë mirë ndjerë sonte. E prisni këtë manifestim? Bashkët nuk e prisja mund këtu, ama mirë që u bë. I ka munguar qytetit? Po. Shumë i ka munguar. Të presojsh me shokët, me shoqet? Po, me shoqet ka marrë. Faleminderit. Një aktivitet që i mungon të Strugës, duket shumë bukur. Për ne qytetarët ishte një befasi e bukur dhe shpresoj që çdo vit të ketë organizime të tilla sepse ringjallin qytetin. Më në fund Struga jon duket kaq e bukur për festat e fundvitit. Kjo është diçka që kishte munguar shumë Strugës. Jam shumë e lumtur që kam diku ku të shkoj në mbrëmje me fëmijët për të pasur pak një atmosferë më festive. Faleminderit. Aktiviteti është interesant dhe shpresojmë që të japin një atmosferë atmosferë festash të vitit të ri. Dhe tani sa që shihni shtëpisat janë me sende të ndryshme, ushqime, pije, ëmbëlsira. Tani shpresojmë që populli të jetë i kënaqur, ne jemi të kënaqur. Besoj që u mor hapi mirë prej. Ka qytetarë që vizitojnë? Po sot në ora 5 para gjysore diku ndja hapëm dhe si për gjysore duket bukur. Faleminderit juve. Po, besoj është një gjë e mirë që duhet të mësohemi me këto gjëra tash, edhe ne të ecim pa kurmara. Edhe është një gjë e mirë për qytetin, që edhe qyteti të ketë lëvizje. Është hera e parë që organizohet në Strugë kjo? Hera e parë, po. Sa e di unë, tash ndoshta para 30 viteve, deri në 30 ja përgjigje. Ka vizitor, ju vizitojnë, ka njerëz të cilët. Po sot është dita e parë, tash të shoh. Faleminderit. Faleminderit. Të mirë. Faleminderit. Si ndiheni ju e sonte? Super. Super. Keni dalë me shoqërinë? Po. Të festoni? Po. Jo. Çfarë festoni? E prisit këtë aktivitet të komunës së Strugës? Ja, po në fakt. Çfarë të pëlqen më shumë ty? Pizza. Pizza. Ndërsa ju bof të mirë dhe kalofshit mirë. Faleminderit. Si ti je si sonte? Unë? Po. Ma është e bukur më të angër super. Lita futbol ke ditëlindjen e këtij Urja ditëlindjen. Gëzuar ditëlindjen e 100 vjet. Faleminderit. Tani ke nxjerr shokët për t'i zhëratur. Jo.
Ishim njerë këtë ditë lindja, tash erdhëm këtu për çef. Për çef, shumë bukur. Shumë bukur. Kaloj fshit mirë, natën e mirë. Hapësira festive do të qëndrojë e hapur deri pas vitit të ri, duke ofruar për të gjithë mundësi të bukura për të festuar, për të kaluar kohë me familjarët dhe për të shijuar atmosferat e fundvitit. Struga këtë ditë rezaton gëzim, kulturë dhe traditë. Nga komuna e Strugës u njoftua se çdo gjë që është e mirë për qytetin e Strugës dhe qytetarët do të mbështetet gjithmonë me përkushtim. Ne jemi gjithmonë në dispozicion për Strugën dhe për njerëzit tanë, theksuan nga komuna e Strugës. E vështirë ishte për të bërë një aktivitet të tillë në një periudhë kaq të shkurtër. Domethënë duke pasur parasysh faktin që ne ka vetëm rreth 6 javë që jemi në krye të Strugës, ka qenë me vërtet shumë e vështirë të organizosh një ngjarje të tillë, për shkak se janë në pyetje shumë procedura të ndryshme dhe organizim shumë i madh. Por gjithsesi ne jemi të lumtur që edhe përkundër pengesave ja arritëm të realizojmë diçka për herë të parë këtu në historinë e Strugës, një ambient të këndshëm festiv dhe mbi të gjitha një ambient të ngrohtë, një atmosferë festive si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Padyshim që kemi marrë komplimente dhe komente të mira. I ka munguar Strugës, besoj, për një kohë të gjatë disa organizime shoqërore të hapura, edhe koha periudha ka qenë shumë e shkurtër, kemi pas një agjendë shumë të ngjeshur, por me punë, me përkushtim, me ekip të mirë, besoj që kemi bërë diçka të bukur për qytetin tonë. Cila ishte sfida më e madhe që pranove në periudhën kaq të shkurtër? Me siguri organizimi, gjetja e shtëpisave, buxheti, pikë së pari, edhe lokacionet shumë të vështira, pajisjet me energji elektrike, me ujë dhe kështu me radhë. Ne shpresojmë që vitin tjetër faktikisht Struga të ketë shumë pika të tilla, sepse ka shumë vende të bukura dhe është një nga qytetet turistike dhe duam t'ju falenderojmë që ja keni kthyer qytetit atë nurin turistik përsëri. Faleminderit nga juve, padyshim, jo vitin tjetër, por që filluar me paraverës, dhe kemi shumë aktivitete, shumë sfida bashkarisht padyshim, por mbi të gjitha aktivitete për qytetin dhe gjithashtu për fëmijët. Shumë faleminderit, suksese.